Horoskopi ditor e Mërkur 25 qershor 2025. Dashi, kjo fazë e jetës suaj është e rëndësishme për të rikthyer në lojë. Dhe nëse keni pësuar një rënje, jeni gati që të ringriheni dhe të luftoni. Historitë të cilat nuk kanë shumë kohë që kanë lindur, duhen ndjekur me shumë kujdes. Demi, dashuria do të jetë protagoniste e ditës, duke u dhënë shtys shumë çifteve në hedhjen e një hapi më shumë se lidhje. Yjet do të kenë ndikim shumë të rëndësishëm ndaj atyre që janë në dilemë për të mbyllur një projekt. Binjakët, ata që janë vetëm do të duhet të përveshin mëngët, pasi Venusi do të hyjë në shenjë, duke rikthyer dashurinë protagoniste. Dhe çiftet, të cilat janë bashkë për shumë kohësh, duhet të mundohen të rigjejnë ndjenjat. Do keni shumë të lehtë të flisni për ndjenjat, nëse nuk izoloheni brenda vetes dhe i shmangeni një ballafaqimi. Gaporja, muaji po mbaron në mënyrë kaotike për të lindurit e kësaj shenje, ku një pjesë e mirë janë përballur me kriza të thella. Ndërkohë ato që akuzohen se kanë gabuar mund të humbin durimin. E mërkura do të jetë një ditë shumë e rëndësishme për të riparë lidhjet familjare, por edhe ato miqësore. Luani, raportet në çift do të vijnë në pikë pyetje për shkak të mungesës së besnikërisë nga njeriu i zemrës. Në këtë periudhë, puna vlen më shumë se çdo gjë tjetër për ju, dhe kjo gjë mund të krijojë tensione, duke lënë pas dore partnerin. Mund të vini në presion një njeri i cili duhet t'u kthejë disa përgjigje. Vigjoresha, gjatë ditëve të fundit, raporti në çift ka qenë mjaft konfliktual. Do të përballeni me diskutime të cilat kërkojnë zgjidhje dhe qartësi. Lidhjet më të konsoliduara mund të ndërmarrin një hap më serioz drejt bashkëjetesës, martesës apo zgjerimit të familjes. Peshorja, jeni duke u përballur me një fazë të komplikuar të jetës suaj, ku do të dalin në pa probleme në punë dhe do të ndjeni se nuk vlerësoheni siç e meritoni. Mund të kenë pasoja lidhjet e lëna pasdore, duke u shoqëruar me momente tensionesh dhe diskutimesh. Akrepi, mund të përjetoni konfuzion të madh, sidomos për sa i takon dashurisë. Megjithatë, do ju duhet të prisni disa ditë për të bërë sqarimin që prisnit prej kohësh. Këshillohet që gjatë kësaj të mërkure të shmangni diskutimet dhe polemikat e kota. Shigjetari, ju pret një ditë e mbushur me nervozizëm dhe tension, ndaj bëni mirë që të mbani në kontroll gjuhën, në mënyrë që të mos përkeqësoni situatën. Kujdes maksimal duhet treguar sidomos në vendin e punës, ku mund të lindin diskutime të reja. Në këtë fazë, ndjenjat kanë kaluar në plan të dytë. Britsjapi, gjatë kësaj të mërkure, ndjenjat do të jenë mjaft të favorizuara. Në dashuri do të nisë një fazë mjaft pozitive, sidomos për gjithë ata që duan të bëjnë projekte të rëndësishme për lidhje në çift. Kush ka mbyllur një histori dashurie, duhet të gjejë forcën për të parë të nesërmen me më shumë optimizëm. Ata që janë vetëm do të përballen me një sër mundësish. Ujori, ka disa çështje profesionale, të cilat do të ndryshojnë duke u shkaktuar shqetësime, sa i takon pikpamjes ekonomike. Duhet i bëni mirë llogarit. Në dashuri keni dalë nga një situatë konfuze, ku nuk e dini as vetë se çfarë dëshironi. Peshqit, do të jetë një ditë tejet nervoze dhe as pak në humorin e duhur, ku do të përballeni me një sër problemesh profesionale. Jeni duke kërkuar më shumë siguri, por jo gjithmonë është e mundur që të planifikoni të nesërmen. Ky ankthi juaj mund të përkeqësojë raportin në çift.